Banori Ilir Vrenozin ka marrë një surprizë natën e sotme, ku i është dhënë mundësia të flasë në telefon me bashkëshorten e tij, Gjenten. Gjatë rrëfimit të tij, Iliri i ka treguar sakrificat që ka pasur me bashkëshorten, ku mblesëria u kthye në një dashuri. Më pas, banori i BBV tregoi se nuk e traftuar kur partneren e tij dhe se ka një dashuri të pakufi për të. Pas një sfide të vogël ku ju desh të gjendes se në cilën pjesë të shtëpisë ishte telefonin ku e priste bashkëshortja në linjë, Vrenozi arriti të fliste me të. Iliri: "Alo? Alo, Gjenta." Iliri dashur të përshëndetës. Iliri: "He, mor biri nënës." Gjenta: "Dukesh shumë bukur." Iliri: "Ku je? Mos je këtu." Gjenta: "Në shtëpi jam, për kokën tënde. Si po ndihesh?" Iliri: "Aman." Gjenta: "E di që e ke të vështirë. Ne jemi mirë, fëmijët janë mirë." Iliri: "Kaq dua." Gjenta: "Ka vetëm një probleme. Na ke lënë pa gjumë të ndjekim çdo çast. Unë jam e lumtur që ti je aty." Iliri: "Mos më thuaj Ilir, se më duket si zë ndryshe. Ajo më thërret Lili, jo Ilir." Gjenta: "Jemi në kushte të pazakonta." Iliri: "Ta hëngsha zërin, të përqafoj. Një vit të mbar të keni, është viti i parë që nuk jemi bashk." Gjenta: "Je dielli i jetës son, të duam shumë."